E dashura Vesa, më në fund e mora guximin të shkruaj këtë letër lamtumire. Pa ty, çdo gjë në jetën time ka marrë fund. Nuk shoh më dritë, nuk dëgjoj më zë, nuk ndjej prekje dhe as nuk përjetoj kënaqësi. Që nga dita kur të kam parë për herë të parë para kekut, e deri në ditën kur më ke lanë, jeta ime ka pasur kuptim. Ka pas lumturi dhe ka pas të ardhme. Sot, gjithçka është e kaluar dhe e pa vlerë, por dija më, nuk po ta shkruaj këtë letër për të përshëndetur vetëm prej teje, por nga krejt jeta. Ti je arsyeja pse unë nuk kam vullnet jetoj. Dhe takimi jonë i parë është motivi që mora guximin të shkoj për gjithmonë. Lamtumir. Të nderuar staf i kekut, nonën krejve që s'pëna një rahat as me degë bre marë ju ardë. Vesh fatura dini me pruë me na bot tërë qysh ta keni qefin se pasha beseve që më zonë me marrjen e jetës e sot. Isha ardhë me javë kallëzu qefin, visa të greqit, që